Vitet e fundit, rajoni Kaukazit të Jugut ka tërhequr vëmendje si një lidhje kyçe në rrugën ndërkombëtare të transportit transkaspik, i njohur gjithashtu si korridori mesëm. Ai shërben për të lidhur Europën dhe Kinën, duke anashkaluar Iranin dhe Rusinë nëpërmjet Azisë Qendrore dhe Kaukazit Jugor. Tani lufta me Iranin e ka vënë në qendër të vëmendjes rëndësinë e korridorit të mesëm, duke mbyllur ngushticën e Hormuzit, një rrugë që përpunon afërsisht 20% të dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm. Irani ka ndërprerë rrjedhat globale të energjisë. Korridori mesëm, rruga më e shkurtër gjeografike midis Europës dhe Kinës, synon të lëvizë mallrat kineze së bashku me mineralet dhe produktet energjetike kritike nga Azia Qendrore në Europë. Si Bashkimi Evropian ashtu dhe Kina kanë premtuar miliarda dollar për të përmirësuar portet, hekurudhat dhe rrugët përgjatë kësaj rruge. Vëllimet e ngarkesave përgjatë korridorit janë 4 fishuar që nga viti 2022, viti kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës, edhe pse ende transporton vetëm një pjesë të vogël të tregtisë Europë-Azi. Banka Botërore vlerëson se vëllimet tregtare mund të arrijnë në një total prej 11 milion ton deri në vitin 2030. Edhe përtej konfliktit aktual, korridori mesëm mund të fitojë më shumë vrudh në vitet e ardhshme. Për Gjeorgjinë, Azerbajxhanin dhe Armeninë, ky ndryshim do të rriste rolin e tyre si shtete të rëndësishme tranziti. Për Azerbajxhanin e pasur me energji, lufta me Iranin mund të sjellë gjithashtu përfitime afatshkurtra. Çmimet më të larta të naftës do të thoshin një fitim të papritur nga eksportet për vendin, të cilat analistët kanë vlerësuar se mund të arrijnë deri në 500 ose 600 milion dollar shtesë në muaj për vendin. Europa aktualisht merr rreth 4% të gazit të saj natyror nga Azerbajxhani, ekuivalent me 12.8 miliard metër kub gaz. Kjo sasi është planifikuar të rritet në 20 miliard metër kub deri në vitin 2027. Gjeorgjia, Azerbajxhani dhe Armenia kanë mbajtur të gjitha një qëndrim neutral në konflikt, por zyrtarët iraniane kanë kritikuar prej kohësh Azerbajxhanin për lidhjet e tij të forta ekonomike me Izraelin. Në vitin 2025, Izraeli mori 46.4% të naftës së tij nga Azerbajxhani përmes tubacionit Baku Tbilisi Ceyhan. Në këmbim, Azerbajxhani merr shumicën e armatimeve të tij ushtarake nga Izraeli.